Semimaturantët kanë shumë shkolla të mesme në Tetov ku mund të zgjedhin drejtimin për të ardhmen e tyre. Përveç drejtimeve të përgjithshme, po ashtu shkollat ofrojnë edhe drejtime profesionale. Për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit është rritur për 300 numri i semimaturantëve që do të jenë nxënës potencial për të regjistruar në shkollat e mesme. Kështu tha kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami gjatë manifestimit Dita e hapur, që u mbajt në qendër të Tetovës, ku shkollat e mesme shpalosën ofertat para semimaturantëve. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami është shprehur se kjo është ditë e rëndësishme për të promovuar shkollat e mesme dhe drejtimet që janë më atraktive për nxënësit që do të vijojnë mësimin në shkollat e mesme. Këtë vit fatmirësisht kemi rritje të numrit të nxënësve të cilët do duhet të paraqiten për regjistrim në shkollat e mesme dhe sipas të dhënave që i kemi për momentin, bëhet fjalë për një numër prej 2167 nxënës, nga të cilët 1800 me mësim në gjuhën shqipe, 337 me mësim në gjuhën maqedonase dhe 30 nxënës me mësim në gjuhën turke. Po ashtu kemi rrisi edhe në programet që ofrojnë shkollat e mesme, më konkretisht shkolla e mesme ekonomike ofron nga ky vit programin e marketingut digital, që besojmë se është një rrisi në drejtim të adaptimit të ofertës së programeve shkollore me kërkesat e tregut. Në ndërkohë, drejtorët e shkollave të mesme thonë se ofrojnë kushte të mira që nxënësit të vijojnë mësimin në drejtime të mira. Gjimnazi është gjimnaz, drejtime që ka gjimnazion, është domethënë gjimnazi, drejtimi matematik natyror, grupi A dhe B, pastaj te drejtimi shoqëror humanitar, mes tjerash kemi edhe drejtimin gjustësor artistik. Kjo është në atë aspektin profesional, mendoj. Po arsye tjetër është edhe shkolla, është një prej shkollave më të mira që kemi. Si vjet kemi mbaruar dhe mbarojmë me punimet e sallës sportive, besoj që në shtator veç do e kemi në dispozicion. Ka edhe 1000 arsye tjera, jemi ndër prej stafit profesorëve ndër më të mirë që është në qytetin tonë. Ashtu. Ka edhe shumë 1000 arsye tjera, por kaq do të kisha thënë për tash. Ne jemi shkolla më e madhe profesionale, ofrojmë drejtimin motor medicinale ose infermieri, teknik farmaceutik, teknik fizioterapeutik, laborant, asistent dentar, teknikat e dhëmbëve dhe shërbime të bukurisë ose kozmetik. Meqense tregu i punës tani kërkon shkollën profesionale të mjekësisë, ne jemi shkolla më e kërkuar dhe ju sigurojmë domethënë të rive një të ardhme të sigurt me diplomën që marrin në shkollën tonë. Shkolla mesme ekonomike 8 shtatori ofron arsim 4 vjeçar në këto drejtime. Kena drejtimin ekonomik, drejtimin juridik, si dhe si risi kena një drejtim ose një profil arsimor të ri që është marketingu digital. Këtu, tregu i punës ka shumë kërkesa dhe munges në këtë drejtim. Prandaj ne ofrojmë këtë drejtim që është shumë i kërkuar nga rinia e sotshme. Në emër të shkollës ekonomike 8 shtatori, falenderojmë kryetarin e komunës së Tetovës Bilal Kasamin për organizimin e ditës së hapur dhe për promovimin e profileve arsimore. Gjatë këtij aktiviteti është bërë prezantimi i drejtimeve dhe profileve për regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2025-2026 në komunën e Tetovës. Gjatë këtij eventi u apelua që nxënësit më shumë të orientohen në drejtimet profesionale.